Qeveria do të pajiset nga krerët lokal me listat e stafit akademik dhe shëndetësor që janë të angazhuar në ofrimin e këtyre shërbimeve, lista këto që pastaj do të shërbejnë si bazë për dhënien e lejeve të përkohshme të qëndrimit për qytetarët e huaj që aplikojnë te Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Kosovës. Mospërputhjet eventuale në raste individuale do të verifikohen nga autoriteti përkatës. E njëjta vlen edhe për studentët e huaj që qëndrojnë në Republikën e Kosovës për qëllime studimore, për të cilët krerët komunal do të ofrojnë listën e plot të tyre me informatet e detajzuara për fushën e studimit dhe vitin akademik. Këtyre studentëve, pas aplikimit të suksesshëm, Ministria e Punëve të Brendshme do ju ofrojë leje të përkohshme të qëndrimit me afat 12 mujor, me mundësi vazhdimi në rast të vazhdimit të studimeve. E njëjta procedurë aplikohet edhe për aplikantët e ri që regjistrohen në vitet e mëvonshme akademike. Paralelisht me këtë, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në koordinim të vazhdueshëm me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian dhe në bashkëpunim me ofruesit e këtyre shërbimeve publike, fillojnë procedurat e domosdoshme dhe përcaktojnë afatet optimale për inkorporim të plot, përfshirë këtu licencimin e institucioneve dhe të stafit të angazhuar. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë fakte civile, të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale. Në këtë periudhë, aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale.